Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Pastron tërësisht të zorrët dhe zhduk barkun e fryrë, ja receta që bën mrekulli. Shëndeti i tretjes është një pjesë përbërëse e të ndjerurit të lumtur, të shëndetshëm dhe mirë. Një organ i rëndësishëm në sistemin e tretjes është pikërisht zorra e trash, e quajtur edhe zorra e madhe. Shëndeti i zorrës së trash është një pjesë mjaft e rëndësishme e shëndetit të tretjes. Disa njerëz gjithashtu pretendojnë se zorra e trash duhet të pastrohet për një mirëqenie optimale të tretjes. Megjithatë, hulumtimi që promovon efektivitetin e pastrimeve është i vogël dhe njëkohësisht i ulët në sasi dhe në cilësi. Megjithatë, disa aspekte të pastrimit të zorrës së trash mund të jenë të dobishme dhe kjo mund t'ju ndihmojë gjithashtu në probleme të tilla si kapslloku apo zbrazjet e parrekuta të zorrëve. Si edhe ka disa dëshmi se ajo gjithashtu mund të zvogëlojë rrezikun e sëmundjes së zorrës së trash. Pastrime të tjera të zorrës së trash pretendojnë që heqja e toksinave dhe paraziteve është e diskutueshme. Ka disa mënyra për pastrimin e zorrës së trash, ku ju mund t'i përgatisni vetë në shtëpi. Pastrim me ujë. Pirja e mjaftueshme e ujit dhe qëndrimi i hidratuar është një mënyrë e shkëlqyer për të rregulluar tretjen. Njerëzit të cilët mbështesin pastrimin me anë të ujit për pastrimin e zorrës së trash, gjithashtu rekomandojnë që ju të pini 6 deri në 8 gota me ujë të vakët në ditë. Gjithashtu provoni që të hani ushqime të larta me përmbajtje të lartë të ujit dhe kjo gjithashtu përfshin fruta dhe perime si shalqi, domate, marule dhe njëkohësisht selino. Në fakt, ka shumë ushqime të cilat ndihmojnë në pastrimin e zorrës së trash, natyrisht përmes dietës. Xhenxhefil. Xhenxhefili ka veti antiseptike dhe është i dobishëm për të stimuluar tretjen. Ai mund të shtohet në çdo lëng ose mund të hahet direkt. Shtoni një lugë çaj lëng xhenxhefili dhe mjalt. Përzjeni në një filxhan me ujë të ngrohtë. Kjo përzierje rekomandohet që të konsumohet 2 herë në ditë. Ju gjithashtu mund të bëni një smoothie. Ju duhet një lugë çaj xhenxhefil, një mollë e prerë, një filxhan spinaq dhe gjithashtu një karrotë e prerë. Përzjeni të gjithë këta përbërës me një gotë ujë dhe smoothie juaj është gati. Pijeni atë një herë në ditë për të siguruar funksionimin e duhur të traktit të zorrëve. Lëngjet e bëra duke përdorur mollë dhe limon. Mollët dhe limonat janë të pasur me lëndë ushqyese të cilët përmirësojnë veprimin e tretjes siç janë vitaminat C dhe A, antioksidant dhe njëkohësisht fibra. Ju mund të bëni lëngje tepër të shijshme nga këto fruta. Merrni gjysmë filxhani lëng molle, shtoni 2 lugë lëng limoni dhe më pas 1 lugë çaj xhenxhefili. Përzjeni në një gjysmë filxhani me ujë të ngrohtë. Ju mund ta pini këtë përzierje një herë në ditë për të ndihmuar në detoksikimin e zorrës së trash dhe njëkohësisht për të inkurajuar tretjen e duhur. Sipas ekspertëve mund të përdorni edhe uthull molle. Uthulla e mollës ndihmon në largimin e mbeturinave nga trupi ynë duke ruajtur kështu bakteret e dobishme. Mund të merret së bashku me mjaltin për të pastruar zorrën tuaj të trash dhe njëkohësisht për të rikthyer sistemin e tretjes. Përzjeni uthull molle të papërpunuar dhe njëkohësisht mjalt në sasi të barabarta 2 lugë. Përzjeni atë në një gotë ujë dhe pijeni të paktën një herë në ditë. Ai jo vetëm që do të largojë toksinat, por njëkohësisht ka edhe mjaft përfitime të tjera shëndetësore siç mund të jenë parandalimi i diabetit dhe njëkohësisht
ulja e kolesterolit të keq. Ushqimet e pasura me fibra. Fibra gjithashtu është e shkëlqyeshme për shëndetin dhe mbajtjen e zorrës së trashë të shëndetshme dhe njëkohësisht më të pastër duke eliminuar mbeturinat jashtë trupit ton. Ju mund të përfshini kokra të tilla si për shembull fasule, thjerza, quinoa, bollgur ose perime si bizele, filizat e brukselit të cilët janë të pasur me fibra, mjedra, mango, fiku dhe arrori gjithashtu ndihmojnë në ushqimin e zorrës së trashë. Kripdeti dhe uji. Uji gjithashtu luan një rol të rëndësishëm në detoksifikimin e trupit ton. Kur zorra e hollë është dehidratuar, është më e lehtë që toksinat të rrinë brenda dhe të formojnë një grumbullim. Ju duhet të konsumoni të paktën 2 deri në 2.5 litra ujë çdo ditë për të siguruar funksionimin optimal të zorrës së trashë. Shtoni një lugë çaji kripdeti në gjysmë litër ujë dhe pijeni atë përpara mëngjesit, para se ju të hani ndonjë gjë tjetër. Pirja e kësaj përzierje gjithashtu inkurajon lëvizjen e zorrëve dhe përmirëson shëndetin e tretjes. Farërat chia dhe liri. Sipas ekspertëve, të dy këto fara janë ushqime të pasura me shumë fibra. Ato gjithashtu përmbajnë acide yndyrore omega 3, të cilat të zvogëlojnë inflamacionin në zorrën e trashë dhe largojnë toksinat e dëmtuara. Mund të shtoni gjithashtu një lugë çaji fara në ujë dhe kështu të pini përzierjen, të bëni një puding ose dhe t'i spërkatni në sallata. Hidhni një lugë gjelle fara chia në një gotë ujë për 5 deri në 10 minuta, në mënyrë që fibra të mund të kryejë funksionin e tij optimal duke thithur ujë. Konsumojeni këtë përzierje 4 herë në ditë për rreth 4 javë për të pastruar traktin tuaj të zorrëve. Shumë njerëz vuajnë nga problemet e sistemit tretës dhe ndër shqetësimet më të zakonshme janë sindroma e zorrëve të irrituara, kapsllëku kronik dhe gjithashtu dëmtimi i zorrës së trashë, e cila rrit edhe rrezikun e infeksionit të gjakut për shkak se toksinat, bakteret e këqija kalojnë nëpër qarkullimin e gjakut dhe për këtë arsye ju duhet të dini se mjafton të përdorni këto receta dhe ju do të pastroni zorrën e trashë dhe do ta mbani atë më të shëndetshme. Ju duhet lëng molle, lëng limoni, xhenxhefil dhe kripdeti. Të gjithë këta përbërës veprojnë së bashku për të pastruar zorrën e trashë dhe njëkohësisht për të nxitur absorbimin optimal të lëndëve ushqyese. Lëngu i mollës është i përsosur për pastrimin e zorrës së trashë, por këto të fundit duhet të jenë organike dhe njëkohësisht lëngu duhet që të jetë i shtrydhur, pasi duhet të jetë organik dhe në këtë moment ju do të përfitoni 100% nga fibrat. Lëngu i limonit detoksikon organizmin dhe fal vitaminës C, nxit përmirësimin e tretjes. Gjinxheri nxit tretjen, nxit qarkullimin e gjakut, redukton inflamacionin dhe njëkohësisht ulën nivelin e kolesterolit. Çfarë ju duhet? Gjysmë filxhani lëng molle, 2 lugë lëng limoni dhe njëkohësisht ju duhet 1 lugë çaj xhenxhefil pluhur, gjysmë lugë çaj kripdeti, 1/3 filxhan ujë. Ngroheni pak ujin dhe më pas shtoni në të gjithë përbërësit. Përzieni derisa të treten dhe pijeni atë 10 minuta përpara çdo vakti. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.